Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammad sallallahu alaihi wa ali ka thënë: Inna li kulli dinin khuluqan wa inna khuluqul insani al-haya. Çdo fe ka një virtyt që e karakterizon, dhe virtyti i islamit është turpi. Turpi është virtyt i islamit. Në emisionin e kaluar folëm për rëndësinë dhe pozitën e lartë të tij në islam. Sot, inshallah, do të flasim për rreth temës llojet e turpit dhe frytet e tij, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Pra turpi është virtyt i islamit, është shoqërues i besimit dhe është çelësi i çdo të mire. Turpi është prej virtyteve më të larta që e largon njeriu nga të këqijat dhe e ndalon nga rënja në gjëra të ulta dhe shkatërruese. Gjithashtu, turpi është shtytësi i fortë drejt virtyteve të larta dhe të dashura tek Allahu i madhëruar. Turpi, të dashur vëllezër dhe motra, është disa llojesh që janë. Lloji i parë është turpi nga Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. Dhe turpi më i madh dhe më i dobishmi pra prej llojeve të turpit në mënyrë absolute është turpi nga Allahu i madhëruar dhe i lartësuar. Ai që turprohet nga Allahu sigurisht që nuk neglizhon në kryerjen e detyrave fetare dhe nuk ka ngul në mëkate, sepse ai njeri e di mirë se Allahu i plotfuqishëm e shikon dhe është dëshmitar i tij. Dhe më pas Allahu do ta pyes, do ta marrë në llogari dhe do ta përballë me veprat e tij. Prandaj njeriu ndjen turp prej Allahut të plotfuqishëm. Ky është turpi i vërtet. Turpi nga Allahu ka disa arsye. Dhe nëse njeriu i vëren dhe i kujton, turpi i tij bëhet më i madh dhe largohet sa më shumë nga gjithçka që e zemron dhe e hidhron Allahu fuqiplot. Prej arsyeve të turpit nga Allahu është shikimi i mirësisë dhe i begatisë Allahut fuqiplot. Ne çdo ditë i shohim mirësitë dhe begatitë e Allahut fuqiplot, por fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk meditojnë, nuk mendojnë, nuk arsyetojnë mbi këto mirësi dhe begati të Allahut.
Ne e dim fare mirë që çdo mirësi që ka njeriu është vetëm e vetëm nga Allahu i lartësuar. Siç thot ajeti 53 i surës Nahl: "Wama bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo mirësi që keni, ajo është nga Allahu. Kur e shikon njeriu pra mirësinë Allahu ndaj tij, bujarinë dhe begatin e vazhdueshme që vijnë pra nga Allahu për njeriu, padyshim që njeriu do të turprohet që t'i përgjigjet këtyre mirësive dhe begative me mëkate që ngjiten për tek Allahu i plot fuqishëm. Vallë, a nuk shpërblehet e mira vetëm se me mirësi? Kështu na thot Kurani: "Hal jaza'u l-ihsani illa l-ihsan?" A nuk është shpërblimi i mirësive veç se mirësia? Pra duke qenë se mirësitë e Allahut janë të vazhdueshme natë e ditë për njeriu. Është detyrë e njeriu që këto mirësi t'i shpërblej, t'i kthej me mirësi, dhe jo me mëkate, dhe jo me gjunahe. Pra ta falenderoj Allahun, të ketë turp nga Allahu që mirësitë e tij t'i shpërblej ose t'u përgjigjet mirësive të Allahut me mëkate, me gjunahe, me vepra të këqija. Por duhet që ai njeri që ka turp nga Allahu, këto mirësi që i vinë natë e ditë, këto pra t'i shpërblej me mirësi. Kjo mirësi nuk ka kuptimin që Allahu ka nevojë për mirësi tonë, as edhe një herë. Ai është i vetë mjaftueshëm. Ne kemi nevojë për Allahun. Nëse ne mirësitë që na jep Allahu i shpërblejmë me mirësi, ne fitojmë nga ato. Dobia vjen tek ne. Prandaj turpi prandaj nga Allahu është turpi i vërtet, është turpi më i lartë. I është thënë të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. O i dërguari i Allahut, na këshillo. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali tha: "Ki turp nga Allahu ashtu siç ke turp nga njeriu kundrejt nga populli jot." Pra ashtu si i turprohesh pra një njeriu punë mirë, një njeriu të mirë, ose siç është i përhapur në mesin një që është rob i Zotit. I thënë gjuhën popullore, është rob i Zotit dhe i ke turp për ti. Po ashtu pra të kesh turp edhe nga Allahu fuqi plot. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, nga baballarët e tij, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: "Kini turp nga Allahu ashtu siç duhet patur turp." E pyetën profetin dhe i thanë: "O i dërguari i Allahut, si ta bëjmë këtë?" Profeti u përgjigj: "Nëse doni ta arrini këtë, atëherë mos lejoni që ndonjëri prej jush ta kaloj natën vetëm duke kujtuar fundin e tij, pra vdekjen, dhe ta ketë para syve të tij."
Pra kur njeriu është i vetëdijshëm se një ditë do të shkëputet nga kjo jetë, do ta lërë këtë jetë, atëherë ai padyshim do të turprohet nga Allahu dhe do të largohet nga veprat e këqija. Turpi ndaj Allahut të dashur vëllezër dhe motra e ruan njeriu nga harami, nga të ndaluarat, pa nga të gjitha ato të ndaluara që Allahu i ka ndaluar dhe kur nëse njeriu i vepron këto të ndaluara, ai ndëshkohet. Virtyti i lartë i turpit e mbron njeriu, e ruan njeriu për nga harami. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, nga baballarët e tij, pra imamët e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi të, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: turprohuni nga Allahu siç duhet. Ata e pyetën: si duhet ta bëjmë? Ai tha: nëse jeni duke bërë diçka, asnjëherë mos flini natur pa pasur parasysh vdekjen dhe ditën kur do të takoheni me Allahun. Mbroni kokën dhe atë që përmban, pa mendjen, trurin. Mbroni barkun dhe atë që mbledh barku, që mbushet barku. Dhe kujtoni varrin dhe kalbin në varr. Kush dëshiron jetën tjetër, le të lërë pas gjithçka që është e bukur në këtë botë. Pra të mos mashtrohet me bukuritë e përkohshme të kësaj jete, por të mendoj për bukuritë e jetës së përtejme, bukuritë e vërteta të jetës tjetër. Lloji i dytë i turpit është turpi nga i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, nga veprat tona. Është transmetuar nga Imam Muhammed al-Baqir, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: veprat e robëve paraqiten para profetit tuaj çdo ditë, çdo pasdite të ditës së enjte. Le të ketë turp secili prej jush që t'i paraqes profetit veprën e shëmtuar. Pra çdo të enjte pasdite, pra në natën e xumas, veprat tona i paraqiten profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Prandaj le të kemi turp që t'i paraqesim profetit pra vepra të shëmtuara larg qoftë. Por të paraqiten te profeti vetëm veprat e mira tona. Gjithashtu, Imam Sadiq ka thënë: veprat paraqiten ditën e enjte pas dite para të dërguarit të Allahut dhe para imamëve të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi të. Lloji i tretë i turpit është turpi nga engjujt, pra melekët. Në jetën e tij njeriu është i shoqëruar nga dy engjëj, nga dy melek, njëri në të djathtë, tjetri në të malë. Ata i ka ngarkuar Allahu fuqiplot që të shënojnë veprat e njeriut çdo ditë, të mira dhe të këqija. Për këtë duhet që njeriu të ketë turp nga këto dy melek, nga këto dy engjëj. Të mendohet mirë para se të bëjë një punë, para se të thotë një fjalë. I dërguari Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: le të ketë turp secili prej jush nga dy engjëjt e tij që janë me të, ashtu siç ka turp nga dy burra të ndershëm për fqinjëve të tij, sepse
ata janë me të natën dhe ditën. Sa madhështor për kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Por fatkeqësisht njeriu harron që është i mbikëqyrur natë e ditë. Njeriu ka frikë kur e di që ka kamera rreth e rrotull, ka frikë të flas, madje edhe të bëjë ndonjë shenjë. Ka frikë të flas kur ka telefonin afër sepse përgjohet. Përse vallë nuk ka frikë, nuk ka turp nga krijuesi, i cili ka rrethuar gjithçka me diturinë e tij. Është mbikëqyrësi, është i mirë informuari. Përse vallë njeriu nuk turprohet nga dy melekët, dy engjëj që kapra në të djathtë dhe në të majtë, ndërkohë që friksohet nga teknologjia. Që një ditë do ta lërë këtë teknologji, ndërsa ato që shënojnë dy engjëjt, ato janë shoqëruesi i tij edhe në varr, pra veprat e tij. Prandaj le të kemi frikë nga dy engjëjt, dhe të kemi turp nga dy engjëjt që ne na mbikëqyrin dhe shënojnë gjithçka që ne bëjmë. Lloji tjetër i turpit është turpi nga njerëzit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kush nuk ka turp nga njerëzit, nuk ka turp as nga Allahu i lartësuar. Këtë na mëson feja. Këtë na mëson profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Që fatkeqësisht sot në këtë ditë virtyti i lartë i turpit është ngrënë me bukë. Është ngrënë me bukë. Pra, profeti thot, kush nuk ka turp nga njerëzit, nuk ka turp as nga Allahu i lartësuar. Lloj tjetër është turpi nga vetvetja, që është pra më i bukur i llojeve të turpit. Ky është turpi i shpirtrave fisnik. Njeriu besimtar turprohet nga vetja që të bëjë ndonjë të keqe, ose gjuna, ose diçka që cënon nderin dhe dinjitetin. Ky është lloji më i plotë i turpit, sepse ai që turprohet nga vetja e tij është më i prirë të turprohet nga të tjerët. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: turpi më i bukur është turpi që ke nga vetvetja. Prandaj, pra le të kemi pra turp edhe nga vetja, nëse duam të bëjmë gjithçka. Të dashur vëllezër dhe motra, virtyti i turpit është shenjë e plotësimit të personalitetit të njeriut. Dhe për këtë ka thënë Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, për plotësimit të personalitetit është që të kesh turp nga vetvetja. Pra ai njeri që ka turp nga vetvetja, ai ka personalitet të plotë të lartë. Pra sipas thënies edhe të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Por cilat janë frytet e turpit? Virtyti i lartë i turpit ka fryte të mëdha që kthehen në dobi të atij që e zotrojnë si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Ndër frytet e turpit janë: e para është largimi nga mëkatet dhe afrimi te Allahu përmes kryerjes së adhurimeve dhe veprave të mira. Fryti i dytë: kush turprohet nga Allahu e mbulon atë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe e largon nga gjithçka që është përçmuese. Fryti i tretë:
turpi është pjesë e besimit dhe një nga cilësitë e të devotshmëve të mirë dhe është nga virtytet e ndershmërisë dhe besnikërisë. Fryti i katërt, turpi i jep njeriu peshën dhe seriozitetin. Njeriu që ka turp nuk bën tjetër veç se mirë, nuk i dëmton e as nuk i lëndon të tjerët dhe është i mbrojtur nga veprat e këqija e të turpshme. Fryti i pestë, turpi e bën njeriu që të urdhrojë për të mirë dhe të ndalojë nga e keqja, dhe kështu fiton shpërblim të madh dhe mirësinë për veten dhe për bashkësinë ku ai pra jeton. Fryti i gjashtë, me turpin arrihet dashuria e Allahut dhe dashuria e njerëzve, si dhe fitohet përulësia dhe qetësia shpirtërore. Fryti i shtatë, turpi e ndihmon njeriu të shikojë mirësitë e Allahut ndaj tij, të ketë ambicie të lartë dhe ndershmëri në shpirt e në ndërgjegjje. Fryti i tetë është se turpi ruan pranderin dhe gjithashtu e bën njeriu që të flasë fjalë të bukura midis njerëzve dhe e stolis atë me virtyte e morale të larta që janë të pëlqyeshme tek Allahu fuqiplot. Dhe fryti i nëntë, turpi është si një dritë e fortë dhe një kështjellë e pathyeshme që e mbron njeriu nga rënja në mëkate dhe në të këqija. Pra, këto ishin më të dashur vëllezër dhe motra, llojet e turpit dhe frytet e tij. Elusë Allahun fuqiplot që të na bëjë prej dëgjuesve dhe ndjekësve të fjalës së Allahut, të fjalës së profetit Muhammed dhe familjes së tij të pastër. Elusë Allahun e madhruar që të jemi të veshur e të pajisur me virtytet e moralet e larta, të cilat na sjellin dobi në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Allahu ju ruajt, ju mbarsoft dhe ju bekoft, ju familjet tuaja kudo që t'jeni inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.